Në podcastin me Edi Ramën, ministri apartajme shëndetësisë Evi Sala bëri disa deklarata që në rastin më të mirë tregojnë mungesë serioziteti, edhe në rastin më të keq janë paralajmërim për lënie të shëndetësisë në gjendjen e mjeruar ku ndodhet, që ditën e prezantimit në detyrë ajo deklaroi se e pamundura është e mundur deri kur bëhet e pamundur. Ndërsa tani, për t'i bërë jehon propagandës së Ramës, tha se mjekësia është falas sepse e financon shteti, por nuk është falas sepse ka kosto, duke nxjerrë bllaf premtimin 12 vjeçar të kryeministrit për shëndetësi falas. Lidhur me emergjencën për përmirësimin e cilësisë së shërbimit spitalor, mungesën e ilaçeve dhe skandalet me medikamente të skaduara, ministri Sala deklaroi: "Janë disa probleme kryesore për të cilat kam shumë ide që do t'japin efekt brenda një viti, por rezultati final do t'jetë pas 4 vitesh. Pra qytetarët duhet presin edhe 4 vite të tjerë për efektin e ideve të saj që në total bëhen 16 vite nga premtimi i Edi Ramës për shëndetësi europiane." Të njëjtën gjë kanë premtuar edhe paraardhësit e saj, Ilir Beqa, Ogerta Manastirliu e Albana Koçiu, të cilët në vend të reformave u morën me pazare koncesionesh dhe tenderësh. Rezultati është i ditur: spitale pa ilaçe, pa pajisje, pa kushte pune dhe me paga të ulta që kanë detyruar mijëra mjekë e infermier të largohen jashtë vendit. Ndërkohë pushtetarët kurohen në klinikat private brenda jashtë Shqipërisë, ndërsa të varfrit mbeten në mëshirën e fatit në spitale publike ku mungojnë medikamentet bazë. Një muaj në detyrë dhe asnjë mas për ilaçet e skaduara. Megjithse ka një muaj në detyrë, ministri Sala nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndaluar importin e ilaçeve të skaduara, që vazhdojnë të hyjnë në spitale përmes tenderëve të fituar nga rrjeti mafioz Janis Karathanos, Tom Doshi, Dorian Sadikut dhe deputeti të PD-s Kliti Hoti. Po kështu nuk është marrë asnjë mas për të furnizuar onkologjikun me ilaçet e nevojshme dhe për të zbatuar protokollet e trajtimit të pacientëve me kancer. Evi Sala deklaron se ka ide dhe ndjen përgjegjësi, por në praktikë asnjë ndryshim nuk ka ndodhur. Siç doli edhe në podcastin e Ramës, ministria duket e vendosur të vazhdoj pazaret e tenderëve me bekimin e tij, duke ndjekur modelin e Ilir Beqas, Ogerta Manastirliu dhe Albana Koçiut. Nëse gjykojmë nga fjalët dhe veprimet e saj të deritanishme, shëndetësia shqiptare nuk ka pse të pres përmirësim, por vetëm fazën tjetër të degradimit, këtë herë në drejtimin e një ministre që e trajton profesionin e mjekut si kohë të pjesshme të karrierës së saj.